Nga se shirku vëllezër të ndërshëm ndërherë dëpërton zemër që ndejnë në çështjen e dashurisë, që dojmë dikan ma shumë se Allahun dhe pejgamberin Allah. Pra të sahabët nuk ishin ditë njerëz të cilat kanë ardhur prej qielli, mirë po ishin njerëz si ne, dhe ato ishin të cilët vepronin, punonin, dhe ato ishin pjesë e kësaj dunjas, dhe ato ishin që dojshin edhe pjesën e kësaj dunjas, mirë po Allahun dhe pejgamberin Allahut e dojshin ma shumë se çdo kënd. Për këtë arsye kur lipte pejgamberi Allahut për të ndihmuar fen Allahut, e jepshin ata të cilët e posedojshin, nga se dojshin Allahun dhe pejgamberin Allahut ma shumë se sa që dojshin vetën e tyre. Ndërsa ne sot i dojmë vladët tonë dhe pasurin tonë ma shumë se Allahun dhe pejgamberin Allahut, dhe kjo përkthehet në kooperacinë të cilën neve na ka ngjeshën shejtani në zemrët tona. Vetëm pse kësaj më liruan, do të çlirohesh, do të jetoj shumë i pasur këtë dunja dhe në ahiret. Di çështje i kam pa që njerëzit nëse çlirohen prej ngacmimeve të shejtanit, është njeri më i lumtur këtë dunja dhe njeri fitimtar në ahiret. E para ai që arrin të çliron vetën e tij prej vezveseve të shejtanit, që janë dy lloj vezvese më të rrezikshme që shejtani t'i afron zemrën tonë. E para prej atyre vëllezër të ndershëm kooperaci, Allah shejtani vend të frikson, mos i jep se ke mu varfëru, ke kujdes, ruje se kje me po darsëm, kje mi martu e vladët, kje mi da ato, ke me bo këtë dhe këtë, a nuk e din se ti e të dhonë të je bo trekti me pasanikon me atë më të madhe. Para me ndonjë njani me inë biznis me kinën edhe më tutën kise po falementon. Po që me ndonë vllai dashur me Allahun tanë, korin biznis, a ka mundësi me falementu ki njeri. Mirë po shejtani a që e frikson nga varfëria e shejtani, ja i do komul fakar, shejtani gjithja ju frikson, moga bo, po jep e po varfërosh, ruje, deponoje, mledhe dorën, tanë jeta i shkon në rob i kësaj dënjaje dhe nuk e merë vetëm atë që Allahu ja ka shkruajtën para 50.000 vjetëve se para se me qenaj. Para mendoj çfarë komploti i ban, kjo është vesvesja më e madhe dhe e di këta është frikë. Të rethojnë për tu të s'ka ilaç. Toto policit, toto inspektorit, toto spionit, toto shtetit, toto ja besimtarit, toto ati, toto grujës, toto i shkon jeta, toto, a faktikisht, kjo është vezveshe shejtanit për çkak se pejgamberi Allahut ta ka zgjidh këtë problem me një qelës të imanit, ka thonë kejtu meti mu mledh me të bot dam, s'kan mundësi me të bot dam, vetëm Allahu atë që ka para po tije me të sprovu, dhe Allahu nuk sprovon ma shumë se mundesh me barë. Qa për tutesh? Lirau, që lirau, qkoj jeta të tut,